çdo kushtetut, edhe ajo po, mirë po deshta këtu të lidhem, te juridiku, te gjyqësori, çdo kushtetut, çdo nen, çdo paragraf e ka edhe nga një, si të them, një tërthore që dilet jashtë asaj që është. Kështu që mund të edhe interpretohet në kanun që brezat, po mendoj, larg familjes, larg fisit, vetëm brenda fisit, që ka dilet jashtë fisit, nuk është e mirë dhe faktikisht bjen në gjak. Apo, absolutisht, po. A shkruan në kanon që fëmijët dhe gratë nuk duhet prekur? Nuk guxon. Kanuni i mbron, sidomos femna, e kom cek disa herë, në çdo intervju që e kom marrë. Femra në kanun është e shenjtë, jo vetëm në kanunin e Lekdukagjinit, po në gjitha, se ne kemi 5 kanune. Fëmiu edhe gruaja janë të shenjta. Ata nuk guxojnë, une kom dëgju shpesh kohëve të fundit në duket në Shqipëri është u thy kjo. Nuk e di, kohët e fundit në shtatë u thy përpara nuk është thy. Edhe kur ka ndodhur një vrasje, një krim apo një hakmarrje brenda fshatit, gratë e hasmit apo dorasit kanë dalë lirshëm sepse ka pas besë, gruaja nuk është prek. E vërtetë. Fëmijët nuk janë prek. Gruaja është e shenjtë. Çka ka ndodhur kohët e fundit se di, po. Jo, kom dëgju për njerëzve që i kanë thyr këto ligjet kanunore në disa raste, është fjala. Shiko, kanuni në Kosovë ta quaj kushtimisht ka vdek në atë kuptimin e përdorjes tina. Në Kosovë o më të madhe. Kanuni për mu momentalisht duhet të jetë një monument i unik, kombëtar edhe të vehet në për vitrina të librave dhe e ka vendin e vet aty historik. A mendon që ka në Kosovë ndonjë fshat apo e vend apo i zonë që shkojnë përsëri e vazhdojnë me kanon? Nuk e di, mund të ketë,